Qendra Kulturore e Bashkisë së Vlorës u paraqit njësisht në festivalin Oda di Brane në edicionin e 31 të tij, këtij festivali tradicional që u zhvillua në qytetin e Dibrës. Artistët vlonjanë sollën në skenë bukurinë, energjinë dhe shpirtin artistik të Vlorës, duke krijuar një atmosferë plot ngjyra, muzikë dhe emocione. Një ndërthurje mrekullueshme midis traditës dibrane dhe ritmeve vlonjate që tregoi fuqinë bashkuese të kulturës shqiptare. Drejtuesja e Qendrës së Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Vlorës, Angela Kaplani, thotë se Vlora u përfaqësua dinjësisht me 2 grupe, Krojet e Velçës dhe Valltarët e Qendrës Kulturore. Po, ne sapo u kthyem nga festivali Oda di Brane, ishte edicioni 31 i saj, ishte një nga festivalet më të rëndësishëm të organizimeve që ndodhin në eventet kulturore. Qendra Kulturore Vlorë u përfaqësohet dinjësisht me 2 grupe, Krojet e Velçës dhe me Valltarët e Qendrës së Kulturës. Ishte një edicion shumë i suksesshëm dhe Qendra Kulturore Vlorë u përfaqësohet dinjësisht. Dhe morën certifikate? Po, morën certifikate, medalje dhe të gjitha. Ishim shumë krenar. Vlora ka rëmbyer edhe 2 nga çmimet më të rëndësishme në edicionin e 10 të takimit kombëtar të orkestrave të Arqeve, një ngjarje madhore muzikore që u zhvillua në Elbasan në tetor 2025. Në drejtimin e dirigjentit Daniel Kuçaj, Orkestra e Vlorës u vlerësua me çmimin special për orkestër për interpretim në nivel të lartë artistik, duke spikatur me profesionalizëm dhe finesë interpretative në skenën kombëtare. Ndërkohë, violinistja Klea Bardoshi u shpall instrumentistja më e mirë e festivalit, duke fituar vlerësimin e juris për interpretimin e saj të ndjeshëm dhe teknikisht të përkryer. Në këtë sukses të dyfisht ishte e pranishme edhe drejtoresha e Qendrës së Kulturës në Bashkinë e Vlorës, Angela Kaplani, e cila përgëzoi orkestrën dhe solisten për arritjen e tyre të merituar, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes së vazhdueshme ndaj talenteve të rinj dhe zhvillimin e jetës kulturore në qytet. Kaplani thekson se Qendra e Artit dhe Kulturës në Bashkinë e Vlorës do të marrë pjesë edhe në të tjera evente të rëndësishme, kombëtare dhe ndërkombëtare. Qendra Kulturore do të jetë në gjithë aktivitetet dhe në gjithë eventet që do të zhvillohen kombëtare dhe ndërkombëtare. Këto çmime përfaqësojnë një tjetër sukses për Vlorën, duke dëshmuar përritjen dhe zhvillimin e talenteve muzikore dhe të artit në skenën kombëtare të muzikës së dhomës dhe orkestrale.